Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse lani fytyrën me uthull molle për 5 ditë, nuk do ta besoni çfarë do ju ndodh. Me siguri mund të mbani mend erën e uthullës së mollës nga shtëpia e gjyshes tuaj. Ndoshta ajo ju ka bërë të pini pak kur keni pasur ndonjë stomak të trezuar, ose i keni përdorur atë për të lyer një zonë ku jeni pickuar nga mushkonjat. Uthulla ka një përdorim të gjerë në jetën e përditshme dhe sidomos në estetik. Në këtë video, ne kemi cekur arsyet se pse duhet të larë fytyra me uthull molle. Uthulla e mollës mundet gjithashtu që të ndihmojë në reduktimin e pikave të moshës. Kur ju lani fytyrën çdo ditë me uthull të mollës, do të vini re një ndryshim të madh dhe thelbësor, sidomos në lëkurën e vdekur, e cila do të pastrohet tërësisht. Uthulla e mollës përmban acide hidrokside alfa që do të heqë lëkurën e vdekur dhe njëkohësisht të zbulon lëkurën e shëndetshme dhe të gjallë. Përveç larjes me një spërkatje të uthullës së mollës, merrni një top pambuku dhe vendoseni prap në uthull dhe zbatojeni drejt për së drejti në pikat e moshës. Bëheni këtë 2 herë në ditë për 6 javë dhe kështu do të shikoni rezultate fantastike. Si edhe, uthulla e mollës lufton akne dhe pikat e zeza në fytyrë. Nuk ka nevojë për të bler kremra komercial për aknet kur ju mund të përdorni uthull molle. Forma e acidit malik e bën uthullën e mollës një substancë të fuqishme, antibakteriale, antifungale dhe antivirale të aftë për të larguar bakteret dhe pikat e zeza nga fytyra. Uthulla e mollës balancon lëkurën tuaj. Ndërsa hiqni vajin nga lëkura, uthulla e mollës gjithashtu ndihmon në balancimin e pH-it dhe mban lëkurën tuaj të bëhet shumë vajore ose shumë e thatë, duke balancuar prodhimin e sebumit. Shpëlajini fytyrën tuaj çdo ditë me uthull të mollës në qoftë se dëshironi balancim. Uthulla e mollës lufton gjithashtu edhe rrudhat. Larja e fytyrës me uthull të mollës mund të ndihmojë në minimizimin e shfaqjes së linjave të imta dhe të rrudhave. Ju mund të thithni një pambuk ose pëlhur pambuku me uthull të mollës dhe ta depërtoni atë në lëkurën tuaj. Pasi ta bëni këtë, shpëlajini fytyrën me ujë të ngrohtë dhe thajini atë. Uthulla e mollës largon të gjitha toksinat nga fytyra juaj. Përdorimi i rregullt i lëngut të mollës do të ndihmojë në nxjerrjen e toksinave nga lëkura duke lënë një shkëlqim të freskët dhe të pastër. Uthulla e mollës është provuar shkencërisht të jetë shumë efektive në trajtimin dhe parandalimin e shumë problemeve të lëkurës. Këto janë disa nga përfitimet e saj. Është e pasur me beta-karoten, e cila promovon rinovimin e qelizave. Është një burim i pasur i kaliumit, e cila rregullon nivelin e pH-it të lëkurës dhe gjithashtu redukton alergjitë. Përmban minerale dhe vitamina esenciale, duke përfshirë këtu hekurin, magnezin, natriumin, pektin, kalium, shufurin, kalciumin dhe fosforin, të cilat stimulojnë sistemin tuaj imunitar dhe lehtësojnë ekzemën. Është e pasur me acid laktik, acetik dhe malik, me veti antibakteriale të afta për të zvogëluar inflamimin dhe kruajtjen, zbutjen e lëkurës së thatë dhe gjithashtu parandalimin e infeksioneve. Është e pasur edhe me fibra, e cila ndihmon në eliminimin e toksinave të cilat shkaktojnë ekzem. Pastron dhe rinovon lëkurën, sjell përfitime të tjera në rast të sëmundjeve të lëkurës. Gjithmonë duhet të kujtoni se
Uthulla e mollës duhet holluar para pastrimit të lëkurës. Raporti i përsosur është 1:1. Kjo është 50% ujë dhe 50% uthull molle. Kjo është arsyeja pse ju duhet që ta lani fytyrën tuaj me uthull molle. Uthulla e mollës, nëse përdoret rregullisht, ka të njëjtin efekt si kremrat e shtrenjtë në treg për lëkurën. Acidi malik i pranishëm në uthullën e mollës ka një veprim tërësisht të fuqishëm antibakterial dhe antirrudh. Përveç përdorimit të holluar për pastrim ditor, është e këshillueshme që të derdhni disa pika të uthullës së mollës në një pambuk dhe ta aplikoni drejt për drejt në njollat e lëkurës duke e larë atë butësisht. Lëreni për 30 minuta, pastaj lani fytyrën me ujë të freskët. Përsëriteni 2 herë në ditë për 1 muaj e gjysmë. Eliminon gjithashtu toksinat nga fytyra juaj. Pastrimi i rregullt i fytyrës me uthull molle gjithashtu do të ndihmojë në eliminimin e toksinave nga lëkura, duke e pastruar atë dhe duke e bërë më të butë dhe më të ndritshme. Zvogëlon gjithashtu shenjat e plakjes. Nëse ju e lani fytyrën me ujë çdo ditë dhe me uthull molle, do të vini re një reduktim të shenjave të rrudhave në lëkurën tuaj. Uthulla e mollës është e pasur me acide alfa hidroksi, të cilat ndihmojnë në eliminimin e qelizave tuaja të vdekura të lëkurës duke e rigjeneruar atë. Balancon gjithashtu edhe nivelin e pH-it dhe prandaj lëkura nuk bëhet shumë e butë ose shumë e vajosur. Përdorimi i rregullt i uthullës për pastrimin e fytyrës gjithashtu do të ndihmojë jashtëzakonisht në një situatë e cila do të ofrojë balancimin e pH-it të lëkurës. Pamja e lëkurës së fytyrës ka një rëndësi të lartë për përshtypjen e përgjithshme që krijojmë te njerëzit, pasi që gjëja e parë që shohin njerëzit tek ne është pikërisht fytyra. Sidoqoftë, fytyra kërkon një kujdes të vazhdueshëm në aspektin e produkteve efikase dhe të shëndetshme, por njëkohësisht ajo kërkon edhe një stil më të shëndetshëm të jetesës. Faktorë të ndryshëm të cilët do të ndikojnë tek gjendja e lëkurës tuaj shpeshherë mundet që të bëjnë probleme me shenjat, aknet, njollat e diellit dhe gjithashtu rrudhat. Për të rikthyer bukurinë dhe vitalitetin e lëkurës, shumica e njerëzve provojnë produkte të shtrenjta komerciale, ndonse shpeshherë shumica e njerëzve blejnë edhe produkte të shtrenjta të cilat janë të mbushura me kimikate të dëmshme, por ekspertët thonë se ka disa mënyra tepër të jashtëzakonshme të cilat do të na vinë në ndihmë për lëkurën tonë. Atëherë, si fillim, përbërësit që do t'ju duhen janë sodë buke, uthull molle, mjalt dhe gjysmë limoni. Shtoheni një lugë çaji të uthullës së mollës në një gotë të mbushur deri në gjysmë me ujë. Në një tas tjetër, hidhni aty sodën e bukës dhe pastaj shtoni ujin dhe uthullën. Pasi ju ta keni bërë këtë, shtoheni lëngun që është rrydhni nga një gjysmë limoni dhe përzieni derisa të krijohet pasta. Pastroni fytyrën në mënyrë që të hapni poret dhe njëkohësisht të eliminoni të gjitha grimcat e makiazhit. Me një copë pambuku thajini lëkurën. Pasi ta bëni këtë, aplikojeni maskën në fytyrë dhe lëreni të veprojë për 5 deri në 10 minuta. Në fund, pastroni me ujë të ngrohtë dhe prap me ujë të ftohtë për të mbyllur poret. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.